gjeneratës së re apo gjeneratës Z ka shpërthyer në Shqipëri si një lëvizje liberatore. Partia Demokratike, e cila zhvilloi një betejë epike të pashembull në historinë e një vendi për të mbajtur, për të mbrojtur sovranitetin e brendshëm apo opozitën e vërtet, ka mirëpritur dhe mbështetur fuqimisht këtë lëvizje. Këtë lëvizje të një rëndësie të jashtëzakonshme. Gjenerata Z apo gjenerata e re, themi, ka në 2 dekadat e fundit rekordet e betejave më të rëndësishme të fituara. Ishte kjo gjenerat që shpëtoi vendin nga armët, nga mbeturinat e armëve kimike të cilat i premtoi Edi Rama me vizitën e tij të parë në Organizatën Kombeve të Bashkuara. Shqiptarët mbeten mirënjohës pafundësisht atyre. E vërteta është se ajo ishte betejë kryesisht e gjimnazistëve shqiptarë. Ata gjimnazistë dhe studentë më vonë, me një ndjeshmëri, me një pastërti, me ideale, të gjetur kur panë se vendi vendosej para një rreziku pa pritmas, ata u derdhen në rrugë dhe detyruan despotin të anullonte vendimin e tij. Nuk duhet harrojmë se në vlerësimet ne e vërteta është ajo që na frymëzon. E vërteta është ajo që na udhëheq. Dhe atë betejë nuk e bën forcat politike. Jo, ne i mbështetëm, po betejën e bën ata. Ata me një vendosmëri absolute nuk u tërhoqen nga betejë gjersa fituar. Janë të bekur. Nuk është kjo betejë vetëm e fituar për ty.